Një email i datës 25 maj 2012 tregon se Thorbjørn Jagland, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës në atë periudhë, i ka dërguar një mesazh Jeffrey Epstein një ditë pas një vizite zyrtare në Shqipëri. Në komunikimin elektronik, Jagland shkruan shkurt: "Kam qenë në Tiranë, vajzat jashtëzakonshme." Emaili është dërguar më 25 maj 2012, ndërsa vizita zyrtare e Jagland në Shqipëri është zhvilluar më 24 maj 2012 sipas agjendave dhe burimeve publike. Sipas arkivave zyrtare, gjatë vizitës së tij në Tiranë, Jagland ka zhvilluar takime institucionale me Edmonda Gjinaston, ministër i jashtëm i kohës, Sali Berishën, kryeministër, Vamir Topin, presidenti i Republikës. Vizita ishte pjesë e angazhimeve të Këshillit të Evropës në Shqipëri. Thorbjørn Jagland ka shërbyer si sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, institucioni pan-europian që mbikëqyr demokracinë, të drejtat e njeriut dhe shtetin e së drejtës në 47 vende. Ai ka qenë gjithashtu ish kryeministër dhe ish ministër i jashtëm i Norvegjisë. Emaili i publikuar nuk përmban detaje mbi takime private apo aktivitete jashtë agjendës zyrtare të vizitës në Tiranë. Komenti i bërë në këtë komunikim privat nuk shoqërohet me shpjegime apo kontekst shtesë dhe deri më tani nuk ka prova publike që të tregojnë për ndonjë vimësi konkrete për te këtij mesazhi. Megjithatë, fakti që ky komunikim është zhvilluar me Jeffrey Epstein, një figurë e përfshirë më vonë në skandale të rënda ndërkombëtare, ngre pikpyetje mbi natyrën e marrëdhënieve dhe kontakteve private me figura të larta institucionale, çështje që mbeten ende të paqarta dhe të hapura për sqarim. Në dhjetor 2019, Berit Reiss Andersen, kryetare e Komisionit të Nobelit, kishte një pyetje për anëtarët e komitetit. Ajo pyeti nëse ata kishin patur ndonjëherë kontakt me Jeffrey Epstein, abuzuesin e dënuar seksual dhe financierin me lidhje të mira. Ish-kryetari Thorbjørn Jagland, tashmë antar i rregullt i komitetit, ishte midis atyre që u përgjigjen jo, por doli që ai ka gënyer. Jagland jo vetëm që u takua me Epstein, por ai e priti atë në rezidencën e tij luksoze në Strasburg të Francës. Në atë kohë, Jagland ishte kryetari i komitetit, i cili jep çmimin prestigjioz Nobel për paqen. I pranishëm ishte edhe një filantrop i reklamuar si një fitues i mundshëm i çmimit. Si sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Jagland kishte rezidencën e tij, ku priste disa qindra mysafir. Pas ditën e 27 marsit 2013, Jagland priti një grup të vogël por ekskluziv njerëzish shumë të famshëm. Një nga të pranishmit ishte Bill Gates, në atë kohë njeriu i dytë më i pasur në botë dhe kreu i fondacionit bamirës më të madh në botë. Që kur u largua nga Microsoft, Gates ishte bërë një filantrop i përkushtuar, duke investuar shumë për të zhdukur poliomelitin. Ai ishte ndër ata që u përmendën si kandidat të mundshëm për çmimin Nobel për paqen. Të pranishëm ishin gjithashtu përfaqësues të organizatës kërkimore, Instituti Ndërkombëtar i Paqes, i cili më vonë atë vit u bashkua me fondacionin e Gates në luftën kundër poliomelitit. Përveç Gates dhe asistentëve të tij, i pranishëm ishte edhe një financier tjetër, një person i njohur për rrjetin e tij të njerëzve të fuqishëm, por i akuzuar edhe për pjesëmarrje në trafikim dhe abuzim seksual. Një abuzues seksual i dënuar. Pse ishte i pranishëm Jeffrey Epstein në Strasburg?